Një njoftim zyrtar i publikuar nga faqja zyrtare e Big Brother VIP Albania ka ngritur pikpyetje të shumta mes publikut. Sipas deklaratës, për shkak të disa problemeve teknike, sinjali nga shtëpia është ndërprer, ndërsa ekipi teknik po punon për rikthimin e menjëhershëm të transmetimit. Në njoftim theksohet gjithashtu se banorët janë gjatë gjithë kohës në monitorimin e kamerave, duke u përpjekur të qetësojnë audiencën se gjithçka është nën kontroll. Megjithatë, koha dhe mënyra e kësaj ndërprerjes kanë shkaktuar shumë dyshime. Ndërprerja vjen në një moment kur tensionet në shtëpi kanë qenë të larta dhe debatet e shpeshta, çka ka bërë që një pjesë e publikut të pyes veten nëse bëhet fjalë vetëm për një problem teknik apo nëse ka ndodhur diçka që nuk është dashur të transmetohet. Fakti që produksioni ka ndier nevojën të theksojë se banorët janë në monitorim të vazhdueshëm ka shtuar dhe më shumë misterin, duke nxitur komente dhe teori në rrjetet sociale. Deri në rikthimin e plotë të sinjalit dhe të një sqarimi më të detajuar, gjithçka mbetet në kuadrin e dyshimeve, ndërsa publiku vjen të pyes: çfarë ndodh realisht brenda shtëpisë në momentet e ndërprerjes? Për të informuar për të rejat më të fundit, mos harroni të na ndiqni.